do të shitet ujë i pishëm në Tetov. Këto janë akuzat e opozitës ndaj komunës së Tetovës. Këshilltari Berat Murati përmes një videoje adresimi tha se uji do të ketë fatin e njëjtë si ndriçimi publik dhe mbeturinat, pra duke aluduar në privatizim. Ai përmes një videoje kërkon që të mos privatizohet uji, pasi që sipas tij qytetarët do të përfundojnë në përmbarues. Në praktik, kjo nuk është thjesht teknologji. Është dorëzimi i një segmenti kyç të kontrollit publik, kur një kompani private merr në dorë matjen dhe faturimin, ajo merr edhe instrumentin më të fortë të ndikimit mbi qytetarët, çmimin dhe aksesin. Ne si opozitë dhe shoqëria civile e kemi artikuluar këtë shqetësim qartë. Ne disa herë kemi paralajmëruar se kjo është një hap i parë drejt privatizimit të plot dhe se kostot përfundimtare do t'i bartin qytetarët. Përvoja me partneritete të ngjashme në sektor të tjerë, si menaxhimi i mbeturinave, ka treguar se bara financiare zakonisht e merr qytetari, ndërsa fitimi privatizohet. Por drejtori i ndërmarrjes komunale Shari Valon Zeqiri siguron qytetarët që ujësjellsi nuk do të privatizohet. Ai madje thot se as qytetarët nuk do të përfundojnë në përmbarues shkaku i partneritetit që pritet të ndodhë me ndonjë kompani private. Sipas tij, uji vetëm do të reduktohet në raste se nuk paguhet, ndërsa tani duke shmangur përmbaruesit. Opozita ka ngritur një akuzë pa bazë, nuk është e vërtetë që do privatizohet uji. E kam thënë shumë herë këtë. E ka thënë edhe kryetari i komunës, nuk privatizohet uji. Ne kemi bërë një studim fizibiliteti, në bazë të studimit e kena nxjerrë cila është mënyra më e mirë që qyteti i Tetovës të mos ketë humbje dhe të ketë ujë. Vendosja e ujmatësve duhet të bëhet, është një proces i cili nuk do të ndalohet, pa marrë parasysh në qoftë se edhe nëse nuk bëhet nëpërmjet PPP-s, atë do ta bëjmë ne nga ndërmarrja Shari. Sa do të na shkojë nuk e dim, mbas financave të cilat do t'i kemi, por ne do ta fillojmë këtë që ta realizojmë në terren me vendosjen e ujmatësve dhe digitalizimin e rrjetit. Dërsa për ato që thonë se qytetarët do të përfundojnë njëjtë si me rastin e sa për më herët në përmbarues, nuk është e vërtetë. Ajo kur bëhet digitalizimi i rrjetit, prandaj ujmatësit digital janë ujmatës të cilët do ta ndalojnë presionin e ujit dhe në një mënyrë do t'i detyrojnë qytetarët që të paguajnë ujë dhe nuk do të përfundojnë në përmbarues, ndërsa tash ne që jemi si ndërmarrje dhe nuk kemi ujmatës, i kemi dërguar qytetarët në përmbarues dhe për këtë e gjej rastin të gjithë qytetarëve t'u themi që t'i paguajnë dhe t'i shlyejnë detyrimet e cilat i kanë ndaj ndërmarrjes Shari, pasi që jemi të obliguar me ligj që t'i dërgojmë në përmbarues. Opozita gjithashtu ka akuzuar se rrjeti i ujësjellësit për shkak të vjetërsisë humb rreth 60% të sasisë së ujit që vjen nga malësia. Por nga komuna e Tetovës thonë se kjo nuk qëndron, pasi që sipas tyre 60% e ujit që vjen është rreth 240 litra në sekond dhe thonë se nëse nuk do të kishim rrjedhje në sasi kaq të madhe, do të dukej edhe me sy të thjeshtë. Nëse çështja e ujit do të ketë fatin e mbeturinave dhe të ndriçimit publik, mbetet të shihet në të ardhmen.